Koalicioni Euroatlantik zhvilloi një takim elektoral në qytetin e Rrëshenit, ku mori pjesë edhe drejtuesi i këtij grupimi politik Lulzim Basha. Në një atmosferë të ngrohtë dhe me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, Basha theksoi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve si një moment vendimtar për të ardhmen europiane të Shqipërisë, ndërsa vlerësoi kandidatët për deputet në qarkun e Lezhës. Për herë të parë, për disa nga votuesit tanë, tingëlluan emrat e kandidatëve tanë, njerëz me integritet, njerëz të bashkuar në vlera, njerëz të bashkuar në dhëmshuri dhe dashuri për Lezhën, Mirditën, Kurbinin dhe Shqipërinë. Kandidati për deputet i koalicionit Euroatlantik në qarkun e Lezhës, Eduard Ndoca, ju kërkoi mërdhitorëve që të ndëshkojnë me votë dy forcat e mëdha politike që kanë mbajtur peng këtë zonë. 30 vite që luftojmë për këtë vend. Ka 30 vite që japim gjithçka Mirditës. Ka 30 vite që japim gjithçka Lezhës dhe Kurbinit. Por ne i kanë marrë gjithçka. Unë jetoj ka 30 vite në Europë. Kur fitoj Sali Berisha në 92-shin, u detyruam të largohem unë me gjithë motrën në Europë. Fitoj Fatosnano në 2000, larguan dhe vllai tjetër dhe motra tjetër në Europë. Fitoj Sali Berisha përsëri me Edi Ramën, u largua dhe vllai fundit. Por çdo shqiptar ka këtë problem. Janë larguar gjithë djemtë e Shqipërisë nga Shqipëria nga këta 3 individ. Votoni numrin 4 që t'i kthejmë këtë djem. Votoni numrin 4 që t'i japim dignitet familjes shqiptare, familjes mirditore, familjes lezhjane, kurbinase. Nuk mund t'ja ulam Shqipërinë në dorë, bandave. Nuk mund t'ja ulam Mirditën në dorë. E kanë vrarë Mirditën që në 44. Këta njerëz që sot thonë jemi të djathtë apo të majtë. Takimi në Rrëshen u karakterizua nga një frymë pozitive dhe mobilizuese që sipas organizatorëve është treguesi mbështetjes së gjerë për koalicionin Euroatlantik në qarkun e Lezhës.